Qysh me ban jet për me fal bajramin? Do me thonë, qka duhet me thanë, qka duhet me ba une për me ban jet me fal bajramin? Kjo është si pyetja, po. Unë tash para se me të përgjigj, po të veti, ku e fal bajramin ti? Ti ki me thonë, në gjami, zakonisht në gjami, përveç në kohë të koronës se kena fal të shtëpia, se për në ryshe në gjami, gjithë, apo? Pyetja jam është, ti, për çka je shku në gjami? Për çka je qumë? Prej shtëpis, je pregadit, je bogati, ke vesh teshat ma të mira, parfimin ma të mirë, e ke marrë një udhë ka e shku, një udhë e ke bën jetë tjetër ka të kthehesh, këto pregaditje, për çka i ke ba? Për me shku me fal bajramin, apo? Që kjo është një jetë, ja musliman? Që kjo është një jetë? Nuk krymë punë fjala, kul asirru qawlakum, thune fjalën e ju, ose mos e thune heq, innehu alimun bi dhati sudur. Allahu e din qa keni në zemrat e juve. Pregaditja jote, shkurja jote në gjami, krejt këto që i ke ba, kjo është një jetë. Nuk ki nevoj me thonë me goj, e ke bati një jetë veç me fal bajramin. Ti e drejtën safin, edhe e fal bajramin, e Allahu Azu Gjell të letësoft, e të mundsoft me prit Ramadanë, sot janë Ramadanët hajrë për neve. E lusëm Allahun Azu Gjell me na falë gjinahet tona, me na e pranua dhurimet tona, e lusëm Allahun Azu Gjell për çdo të mirë.